Mirëdita dhe përshëndetje miq të Partizani Channel. Mirë se erdhët në finalen e nëntëvjeçarëve. Luhet sot takimi mes Partizanit dhe TU-s, dy skuadra të cilat kanë bërë mirë në një farë mënyrë tek ky kompeticion, por Partizani është zyrtarisht kampioni i Shqipërisë, ndaj dhe në këtë moment ne shijojmë dhe jemi në kontakt të Shqipërisë, teksa të dy skuadrat janë vendosur në fushë. Pas përfundimit të himnit kombëtar, pra skuadrat bën gati. Gjithçka gati për këtë finale me dy kundërshtarët. Partizani, kampioni i Shqipërisë, ka bërë mjaft mirë në dy kompeticione, ndërkohë që TU-ta surprizë në këtë kompeticion pasi në kampionat e ka mbyllur në vendin e 8 ose më saktë në vendin e 3 në play-out, duke rrezikuar shumë dhe rënien nga kategoria, megjithatë ka shpëtuar, ka mbijetuar skuadra dursake me 22 pikë vendosur pra. Ndërkohë që Partizani mbylli kampionatin me 41 pikë, këto janë pikë të përgjithësuara, pasi vërtet në rast se do të kalkulojmë fitoret, 18 fitore, Partizani 6 barazime, 2 humbje, një golavrash fantastik. Jemi absolut në dy aspekte, si në sulm edhe në mbrojtje, pra 63 gole shënuar të të pësuar. Ndërkohë që TU-ta ka koleksionuar plot 9 fitore, 6 barazime dhe 11 humbje, me një golavrash prej 35 gole shënuar dhe 37 të pësuar. Ndërkohë që me shpejtësi bëm gati dhe t'ju njohë formacionet e dyja skuadrave, si gjithmonë le të themi me skuadrën mike, nëse mund ta quaj, skuadra e TU-s, edhe pse ky takim luhet në Vorë, në stadiumin Vora. TU-ta e drejtuar nga Gentian Begeja. Në këtë takim vjen me formacionin duke filluar nga porta me numër 1 Megjidi, me numër 2 Deda, me numër 4 Ndoj, me numër 5 Gjafkullari, me numër 8 Çala, me numër 11 Kutaj, me numër 13 Huna, me numër 16 Kuqi, me numër 17 Kuçaj, me numër 20 Dende dhe me numër 509 Arifi. Ndërkohë që Partizani në ndërtimin e trajnerit Fatjo Mahmeti, jashtëzuar nga Bekteshi, vjen me këtë formacion duke filluar nga porta me numër 1 Zadeja, me numër 4 Nela, me numër 5 Arabi, me numër 6 Vata, me numër 20 Qamili, me numër 21 Jata, me numër 24 Dervishi, me numër 26 Renga, me numër 77 Qokti, me numër 88 Sariu Abdu dhe me numër 99 Neid Banushi. E gjithçka gati, ky takim është menduar mirë pra të zhvillohet në një stadium, një ambient vërtet ku i takon kësaj finale. Skuadrat kanë ardhur pas fitoreve respektive. Partizani në raundin 1/4 kanë mposhtur Skënderbeun në stadin 5-1, në atë kohë shënoshin Renga me një dopjet, shoqëruar nga Qamili, Abdu dhe Vata. Ndërkohë që TU-ta pas fitores 0-2 ndaj TU-s, Biva dhe Deda ndaj Apolonis, ndjes Biva dhe Deda shënuan, ka nisur shpejtësi. Ndërkohë që në raundin e gjysmëfinal, pra Partizani poshti sërish me një rezultat të thellë Dinamo City në rezultat 1-4, ku edhe një herë Renga shënoi, ndërkohë që golat tjerë shëndan nga Hidri, Vata dhe Sariu. Renga dhe Sariu kanë shënuar rregullisht në këtë kompeticion. E më pas Laçi arrit të fitojë 2-0, ndjes TU-ta arrit të fitojë 2-0 ndaj Laçit. Kuqi dhe Çala shënuan në këtë takim. Pra të dy skuadrat kanë marrë fitore të pastra, nëse marrim në pjesën e statistikave, TU-ta nuk pëson gol, shënon, ndërkohë që Partizani shënon rregullisht, shënon shumë gola në një ndeshje. Ndaj kjo sfidë jetë vërtet shumë interesante në stadiumin Vora. Me shpejtësi fjalën e parë ka marrë skuadra kuqe, e cila kërkon një top të gjatë të cilë nga krau djathtë, mundësia për provuar drejt qendrës, është Vata. Kalon tek Qokti. Provon me kop Qokti, mundësia për Partizanin, nuk arrin dot ka një faull në sulm.
apo një pozicion ashloje. Pra pritet vërtet një sfidë interesante ku Partizani synon të bëj dopjetën në këtë sezon pas fitimit të tillë kampion, kërkon dhe Kupën e Shqipërisë, ndërkohë që Teuta kërkon të sigurojë një tjetër trofe në këtë kompeticion teksa e ka fituar tek 17 me përmbysje ndaj Tiranës 4-3. Një rezultat vërtet surprizuar teksa skuadra e bardhë blu ishte në avantazhin. E rezultati në avantazh 3-1. Një rast i rrezikshëm, largon mbrojtja e Partizanit. Teuta të kërkon me goditje standarde, goditje dënimit, goditje këndore. E parë në këtë takim i ka atakuar skuadrës së Teutës që vërtet rrezikohen në portën e Partizanit, tashmë me qelësi skuadra kuqe. Kërkon të ndërtojë një tjetër aksion gjithmonë nga këmbët e Zatejës. Pra Partizani nga skuadrat më të mira në këtë grup mosh, pra për 3 sezone radhazi kemi luftuar fort për titullin kampion. Në sezonin e parafundit, pra sezon që kaloi, që shkoi skuadra kuqe ju afrua shumë duke shkuar deri në finalen ndaj Skënderbeut, një takim vërtet dramatik. Kemi komentuar shpesh, kemi dhënë shpesh informacione për këtë sfidë, por ky sezon ka qenë fantastik, me të kuqe mbyllën kampionatin pra një javë përpara, duke mos rrezikuar, duke mos vendosur në presion skuadrën takimin e fundit ndaj Laçit, rival që kemi patur pothuajse gjatë gjithë sezonit, duke shkëmbyer shpesh vendin e parë, vendin e dytë. Gjithashtu te Kuba pra ka qenë një kompeticion i sulmuar fort, i luftuar fort për skuadrën e kuqe, teksa nuk e kemi fituar për i kohë gjatë, por që kemi sulmuar shumë në sezonin që lan pas ndaj bylis të Partizani, pra pas godive të 11 meçeve. Ishte i pa fat, megjithatë shpresojmë që ky takim të zgjidhet brenda 9 minuta pa shkuar tek 11 meçet, pasi vërtet jo gjithmonë na ndihmon fati në këtë aspekt, por kjo skuadër kam shumë besim që do t'i arrijmë ta kalojmë me sukses brenda 9 minutave. Edhe pse një kundërshtar që luan fort, mbrohet si një skuadër solide në kampionat në 2 sfida, pra sepse Partizani Teuta nuk kanë përballur dot në play-off në 2 sfidat e parë, sezonin këtë sezon, pra fazën e parë dhe fazën e dytë. Partizani Teuta kanë nxjerrur këto rezultate. Skuadra e Partizanit e kanë poshtur në 22 nëntor 2-0 në fushën e Partizanit pranare në Demove, ndërkohë që në Durrës skuadra kuqe e kanë poshtur sërish Teutën me rezultatin 2-3. Në 22 nëntor shënonte Dervishi dhe Nela, Orens Nela, ndërkohë që në 22 shkurt në fazën e dytë Vata Himallari dhe Banushi. Teksa ishte edhe java e fundit e kësaj faze, u përcaktuan Partizani qëndron në krye të renditjes, ndërkohë që Teuta u vendos në zonën në grupin e play-outit. Edhe njerë Partizani këmbgul në krau djathë tek Sariu Abdu. Pra ky takim do drejtohet nga kryesori Julian Bacaj, asistuar nga Anduel Laskaj, mëndalisht të vendosur në protokoll, shpresoj që në vazhdim të kemi dhe trupin e plot, teksa delegati i takimit është Eno Xhaferaj. Pra trupa e gjyqtarëve vjen nga Laçi, nga qyteti i Laçit. Banushi, kërkon një pasim drejt Qoktit. Tashmë është Teuta që kërkon të përgjihet me shpejtësi, por mbyll me sukses aty. Kapiteni i skuadrës Ersi Qamili. Me shpejtësi kanë kaluar 6 minuta, dy skuadrat tregon të kujdesshme, por Partizani dukshëm është patjetër më kërkues
dhe kërkon të shënoj gol të shpejt, të menjëhershëm. Me shpejtësi zbret Teuta, nga krahu i majt, mbyllet për një moment nga Nela, niset Partizani. Ne që më çfarë se vi kundërshtuar më shpejt i skuadrës kuqe. Është Abdu. Top gjatë Qokthi, mundësi e mirë për Qokthin, arrin dhe le të shkojmë vendimin e gjyqtarit Baçaj. Është një kontakt i drejt për drejt ndaj tij. Heziton shumë në këto çaste. Gjyqtari takimit, por kontakti është vetëm një faul, ose më saktë një simulim. Nuk arrim të kuptojmë këtë moment nëse vërtet është akorduar vetëm një simulim edhe jo penalti. Një rast shumë i ngjashëm me atë penaltin flagrante që nuk ju dha Partizani U18 në derbi ndaj Tiranës, ndërkohë që këtë herë pothuajse shumë i ngjashëm, edhe pse këndi i kamerës nga ku jemi nuk mund të kemi të njëjtën le të themi mendim të qartë më i hershëm, por që Qokthi vijon të jetë i shtrirë në tokë pas kontaktit me portierin e skuadrës së Teutës. Por për gjyqtarin ishte vetëm një simulim. Edhe pse në të tilla raste kemi parë që hezitim të gjatë gjyqtarët nuk janë të prerë, nuk arrim të kuptojmë faul apo faul në sulm apo penalti të mëhershme, por që një hezitim që vetëm vijojnë me komunikim, ndërkohë që të gjithë janë në pezull. Del Qokthi i shoqëruar nga mjeku i skuadrës për një moment jashtë vijave të fushës. Nuk është ndëshkuar për këtë veprim, është vetëm një udhje lirë për Teutën që niset me shpejtësi. Edhe një herë Dursakët që provojnë me Kurtaj nga krahu i djathtë. Mbyll Qamili, edhe një Kurtaj me forcë rikthen në zotërinë të tokë. Një vjen sot diket skuadrës të Teutës. Ndoj Gjaf Kollari. Vjen sot për Teutën. Minuta e 10. Dhe ka nisur me një rast, me një precedent që do duhet të shikohet me më shumë kujdes, edhe pse nga këndi është shumë e vështirë, por që dukshëm një kontakt i lehtë ishte. Megjithatë dinamika e aksionit i ka dhënë përparësi portierit. Edhe ky ishte vendimi i gjyqtarit Bacaj. Minuta 10 pra. Tjetër aspekt pozitiv për sa i përket statistikave është se Partizani vijon të jetë skuadra më e mirë tek kupa dhe kampionati. Aspektin e goleve është Erial Renga, i vendosur në vendin e parë në kampionat, 13 gola shënuar, një më shumë se sulmuesi i Laçit. Ne shkojmë të zbritë shpejt të rrezikshëm të Teutës, së për të neguar Zadeja. Një goditje krejt portës në minutën e 11. Vata. Goja drejt Qokthit. Djerës është Panushi, edhe goditje këndi për Partizani, barazohet dhe numri goditje këndi në 1-1. Shkon Prantovit Nejt Panushi.
shikojmë çfarë sjell ky moment, teksa Partizani njeh një skuadër shumë agresive, goditje standarde, goditje këndit në shtypën e parë, largohet në forcë. Një krosim i lexuar mirë nga mbrojtja Dursake, që tashmë provon të ushtron pressing drejt zonës së Zadejes, që ka braktisur portën, duke shkëlqyer top të fortë në sulm. Edhe një herë. Teuta. Tashmë Partizani. Sario. Jata. E humbet Partizani, provon Teuta. Me shpejtësi mbyllet ky top nga Dervishi. Vërtet në një lëmuim, por gjithashtu dhe ky diell shumë i fortë. Si shikoni vetë, nuk është që lehtë, por që ne shkojmë sulme Teutës nga krau i djathtë Kuçaj. Mbyllet me sukses nga kapiteni Çamili. Niset Partizani me shpejtësi. Erci kërkon një sulm të fortë, të shpejt, por nuk ka mbështetje pjesë të skuadrës, megjithatë Jata. Le të shikojmë çfarë si ky moment. Jata. Ja blojnë krau i djathtë për Sarion, i fortë. Duhet Sarios ta mendojë me qetësi. Provon një krosim gjysmë lartësie, largohet me forcë, tashmë edhe një herë Jata. Stopon drejt Nebiçok, ndjes Banushit. Është Çamili, ndjes se i ka shkuar në sulm, edhe pse një mbrojtës krau në fillimin e tij ka qenë shumë pranë sulmit gjithmonë nga kraut, por dal nga dal tashmë është vendosur në prapavi, por gjithmonë me mendjen për të sulmuar, për të kërkuar sa më shumë në fazën në aspektin ofensiv. Ka vërtet një të majtë fantastike, një të majtë precize. Do ta shikojmë në vijim, në shpresim që të kemi një mundësi për të parë tek goditja e dënimit, pse jo edhe tek këndorët, nëse do të jepet mundësia. Sepse Partizani ka shumë alternativa. Gjithçka e rregull, zot gjyqtari. Teuta provon në krahun e djathtë, tashmë drejtohet zonës numri 13 Huna, gjithmonë Huna, tashmë mundësia për goditur, largohet për një moment, shkelmohet në pas nga Dervishi. Avion këtë le temi një protesta tek Partizani, në bi Qofti kërkon diçka nga asistenti Birojci Par për atë moment që u lejua loja e rregullt, ndërkohë që prendimet e Partizanit ishin për një faull. Por gjithçka do të nis nga kjo rivjen anësore. Teksa minutat kalojnë dhe Teuta kërkon të tregojë forcën e saj tek zbritje shpejta kundër sulmet. Pra befasit me pak fjalë. Dervishi me forcë largon. Mundësia për të dalë tashmë. Duhet një sulm i shpejt. Topi duhet këmbët lojtarit numër 77 Nebiçokti. Një lojtar me shumë eksperiencë në këtë grup mosh. Pritet shumë pra tek numër 77 për atë që ka fituar pra besimin e skuadrës parë madje. Lojtar që ka shumë eksperiencë visupe. Tashmë kampion e Shqipërisë në këtë grup moshë më në fund. Arrit ta shijoj. Ka dhënë një kontribut të madh për këtë skuadër Nebiçokti, bashkë me pjesë tjetër të skuadrës. Qokti niset i vetëm në krahun e majt, ka pranë dhe Çalën që nuk i ndahet. Tashmë Qokti provon të forcojë, fiton të goditje këndi. E kalon avantazh në këtë aspekt skuadra e Partizanit në 2-1. Pra në goditje këndit, si në çdo statistik tjetër, mbajtjen e topit, qarkullimin dhe tentativat drejt zonës. E ka marrë vetë për ta ekzekutuar Qokti, por afrohet dhe Abdu. Luhet shkurt shpejt Abdu. Qokti, krosimi fort drejt zonës së Jatës, dy lojtarë aty nuk e sulmojnë si duhet. Përfiton mbrojtja Dursake për ta larguar në top drejt një zone sa më të qetë, por Partizani sulmon një herë me vatën. Mbyllet me sukses mbrojtja, por dhe portieri Mexhidi. Atë korridor, ato ide të Dion Vatës, që tashmë ka mbushur 17 vjeç. Takimi i dytë në Kupën e Shqipërisë. Pra në 3 takime ka humbur vetëm një ndeshje. Megjithatë, sot është prezent në fushë tek sfida më e rëndësishme e këtij kompeticioni. Edhe në këtë kompeticion të Partizani, pra në listën e golçënuesve, edhe në listën e, le të themi, gjithë lojtarëve
aspektin pozitiv si në mbrojtje dhe në sulm, është skuadra më e mirë edhe këtë kompeticion, por duhet me patjetër ta fitojë për të vendosur një dominancë totale në futbollin shqiptar të grupmosh. Për sezonesh pra Partizani po bën një punë të jashtëzakonshme në akademi, teksa këtë herë të sezon këtë vit ishim plot me 3 skuadra finaliste, U17, U18 dhe U19. Në këto dy të parat shkuam shumë pranë tek 17 vjeçarët, kishim mundësi për ta fituar deri në minutën 88, 90, nëse më ta quaj, ishim kampion të Shqipërisë, por një gol i psuar. Një moment ku skuadra kuqe tregoi një dobësi në mobilizim, një gol nga distanca, duke i dhënë shihen e titullit kampion për të parë akademisë së skuadrës së Vorës. Ndërkohë që tek 18 vjeçarët, siç edhe përmendat pjesën e penaltisë, skuadra kuqe u poshtë 1-0 në fushën Arenës së Demov, por që ai takim u shqyrua për një penalti të padhënë, shumë polemika, madje mes tensionit të mbyllur. Megjithatë Tirana është shpall kampion në këtë grupmosh, duke thyer disi të tabun që nuk kishin poshtur këtë brez pra. Sepse tek 17 vjeçarët sezonin ka kaluar për brezi që aktualisht në futboll në final në Tiranë ndaj Tiranës ishte Partizani që mposhti Tiranën, Skënder Alili. Edhe në Skënder Alili rezultoi një sfidë dramatike, ashtu që rezultoi dhe takimi final në Arenë Dema. Megjithatë, jemi edhe tek 14 vjeçarët ku mund të tentojmë të bëjmë diçka. Teksa ka mbetur edhe 6 ndeshje, 3 pikësh diferenca, pikësh ndaj Tiranës, nga Kryeqyteti, gjithashtu në Garjan dhe skuadra tjera. Por që kampionati nuk ka përfunduar dhe për skuadrën e 13 vjeçare. Rrezikshëm me gjiti me këtë lojë me top me këmbë, megjithatë ka arritur me sukses të ndjerë skuadrën duke dërguar tek Kuçaj. Vion ta ketë kontroll, madje ka fituar një faull Huna. Ishte Kurtaj që e fitoi. Pra statistikat dhe curia mbreslëndse për Partizanin, por që momentalisht vetëm një trofe, edhe pse është trofeu më i rëndësishëm i futbollit të moshave, aty ku të gjithë luftojnë fort për një vend të parë, sepse skuadra fituese e titullit kampion për grupmoshën 9 vjeçare do të marrë një bilet drejt kupës kampionëve për 9 vjeçarët, pra takimet që do zhvillohen në shtator dhe tetor. Partizani do mësoj kundërshtarin e radhës në këtë kompeticion, do të jetë vërtet historike edhe për Partizani. Çka rrezikshëm, shikoni. Fatmirësisht ai top në zonë mbylli sukses edhe nga mbrojtja e Partizanit, kërkon të nisë në shpejtësi Çokti. Ato të korridor, të top i nisur dhe sulmit të Rengës. Era Drenga, numri 46. Një sezon fantastik, gjithmonë me ngritje. U përvoj shumë në sezonin që lan pas të shpalli golshënues i kampionatit, por këtë herë ka arritur me sukses. Madje një gol më shumë se aktualisht Sario edhe këtë kompeticion në shpallë partidë golshënues i duhet edhe një tjetër gol për ta vendosur të qetë në top listën, por e rëndësishme goli i Rengës të jetë sepse jo një gol fitorie. Edhe pse minutat kanë kaluar 20 minutë, të luta kërkon të vendosë rregull qellësi, duke vendosur Partizani dal nga dal gjysmë fushën e skuadrës kuqe, por që Partizani nuk është nga ato skuadra që dorëzohet dhe lëshon shumë fush si këtë çaste ku provon të ngrihet Jata. E kontrollon dhe e qetëson duke nisur me shpejtësi në krahun e djathtë për Sariu Abdun. Në limitet e vija sansore e mban Abdu. Afrohet Jata, topi është për të. Provon i vetëm Jata, kërkon hapësirën, kombinimi mjaft i mirë me Banushin, i cili hap lojën në krahun e majt për Çokthin. I afrohet zonës Çokthi, krosimi drejt zonës, largohet me forcë, duhet të sulmojë topin e dytë, e bën për një moment Çokthi, por jo thot gjyqtari Bacaj me faull dhe një herë. Ky top i rekuperuar në një zonë ku Partizani mund të rrezikonte shumë. Ju këtë që të gatshëm për trajnerin Fatih Mohamedi kemi Mustafin, Hysenin, Çupin, Hidrin, Sheka, Giba, Nela, Çeça, Krashi, Mali edhe Lamine mungon në Himallaj. Është mundësi për ndonjë arsye shëndetësore.
Kurtaj. Përsimi fort një zonë të rrezikshme. Është moment ku duhet ta largojmë me forcë se bën për një çast dërvishje më pas me qetësi. Portieri Zadeja. Por japën shumë hapësirë, shumë mundësi të Udës në atë zonë vërtet shumë të rrezikshme. Pranë portës mbrojtur nga Zadeja. Dhe ai ka qenë një nga lojtarët kyç të këtij sezoni, teksa porta është një pozicion shumë i rëndësishëm në këtë grup, është pjesë tashmë dhe e skuadrës parë. Zadeja ka bërë mjaft mirë. Zgjoi ndeshje mjaft të bukur në paraqitjen në abisën superior ndaj Dinamo Cityt. Një takim ku skuadra Partizane arriti të fitojë 2-1. Dhe Sario regjistroi minuta. Ka shumë talent pra në Akademinë Partizani. Një zbritje shpejt Bursagë. Provon Kurtaj, jemi për këtë top drejt zonës që është Kuçaj, por flamuri ngritur nuk vlen kjo zbritje shpejt e menjëhershme e Teutës nga krau i djathtë. Ndërkohë që i dëmtuar në fushë Zvata me shpejtësi Erik Zuna. Ndërkohë që regjia, si gjithmonë, afron dhe bëni subscribe i rrjetet tona sociale, aty ku jemi të shumë në numër, por akoma të shumët mund të bëjmë në vazhdim nëse ju do të ndiqni. Bëni subscribe tek Partizani channel në Facebook, gjithashtu në Instagram, por edhe tek Partizani Media në YouTube, aty ku Partizani e transmeton dhe jep mundësi të gjithë dashamirësve të këtij klubi, por jo vetëm, edhe skuadrave tjera, mundësinë për shijuar dhe të shikuar të gjitha ndeshjet live, të paktën ndeshjet që zhvillohen në Arenën Deu, por edhe të tilla ndeshje si këto në finale të rëndësishme, ndeshje të forta në transfert. Kemi plot transmetime të bukura, emocionuese në fusha të vështira. Ku kemi hyrë dhe rekorde, shikueshmërie. Në Korçë mos harrojmë atë sfidë të transmetuara në kushte shumë të vështira, por Partizani Channel, i pari televizionit dedikuar një klubi të futbollit, arriti ta mbuloj në atë kohë. Ishim të vetëm dhe vërtet arriti në një numër të lartë shikueshmërie. Megjithatë të tjera rekorde, të tjera statistika për të vendosur. Tashmë do të rinisë takimi pas atij momenti ku vendima e parë Diovatës Partizani provon. Largohet me forcë nga mbrojtja e Teutës. Zadeja. Me pak se 20 minuta nga fundi pjesës së parë. Loja kalon me ekuilibra. Skuadrat kërkojnë të ndërtojnë aksionet me qetësi. Por deri në këto çaste të dyja skuadrat kanë çaluar në farë mënyrë tek mbyllja e aksioneve. Edhe Teuta kishte një shans të mirë pak çast më parë, por nuk arriti dot ta mbyllë me sukses, ndërkohë që edhe Partizani ka kryer shumë loje gjatë këtyre 26 minutave. Madje ka patur një rast të diskutueshëm për një kontakt, një penalti, por që gjyqtari Baca ishte vendosur vetëm një simulim faul në sulm. Provon në Jata, drejt zonës është tjetër mundësi e rrezikshme në 16 metrin e skuadrës Teutës, por gjyqtari Baca dhe një thot vetëm rrymën e fundore. Pretendon për diçka në këto çaste. Jata për një kontakt gjatë atij driblimi, gjatë tentativës për të hyrë
në thesi të zonës. Megjidi. Gatshëm për të shkelmuar drejt gjysmë fundit të Partizanit. Një zonë ku Jata mbyll forcat. Afrohen dy lojtarë, rrezikon shumë për një përplasje të fortë. Fatmirësisht nuk ka patur kontakt pra. Kurtaj. Arin Kurtaj mjaft mirë, kryeson drejt zonës. Shtylla e dytë aty ku paksa nuk më rrjedh nga Kuçaj, por do të tregon kujdesshëm, nuk do të lejon më shumë hapësirë, sidomos krosimin drejt shtyllës së dytë. Ndërkohë që në radhët e Teutës, Arifi pra ka zbritur për një dorë, lojtari i skuadrës parë, ka zhvilluar plot 32 ndeshje dhe 3 gola në skuadrën e Teutës. Gjatë drejt të çaste nuk ka lënë asnjë gjurmë. Partizani që provon, Renga dhe Çofi. Eliminacore për Partizanin, që tashmë do të ekzekutohet nga Qamili. Dhe pyetë pjesë tjetër skuadrës për që do vendosen në gjysmë fushën në zonën e rrezikut të Teutës. Kurtaj ka një përmendim për 2 faule, madje sa vëduar momenti i dytë, aty ku Renga në goditje për pak metra më tutje. Kampionit i dëmtuar një tjetër lojtar. Një ndërhyje ndaj Batës, që po i vuan të goditje, 2 goditje brenda pak minutash. Dion Vata, i rikthyer pas një periudhe të vështirë, dëmtimi, rekuperimi, një lojtar shumë i rëndësishëm në mesin e fushës. E tashmë afrohet zonës aty ku me 7 lartësinë e tij do të provojë të rrezikojë. Shumë pranë lojtari vendosur në mur, megjithatë le të shikojmë Bacajn nëse do të vendosur megjithatë Qamili, krosimi fort drejt qendrës aty ku Jata e sulmon. Nuk arrin megjithatë vijon sulmi Partizan, largon për një çast mbrojtja. Jata e ka në kontroll dhe me qëtësi fitojmë të rëvinjansore dhe qëndrojmë përpara. Minuta e 30 në stadiumin Vora, luhet sot finalja e 9 vjeçarëve pra. Një finale që po tregon skuadrat duan patjetër ta fitojnë këtë kompeticion, por janë shumë të kujdesshme. Duke mos shkuar në një sulm të plot, një sulm agresiv, por duke ndërtuar aksionet me kujdes, me qetësi, por kjo qetësi edhe ky kujdes e themi në një farë mënyrë i tepruar, edhe pse nuk është as pak i tepruar, sepse Partizani e kërkon me patjetër një trofe të dytë pas titull kampion, ndërkohë që Teuta kërkon të çojë një tjetër trofe në shtëpi pas suksesit të 17 vjeçarëve, kërkon të bëjë të sukses ndaj qytetësve aty ku tek 7 vjeçarët e fitojnë ndaj Tiranës. Edhe pse ndryshe skuadra pra. Teuta në Tirana në grupin 7 vjeçarëve, dy skuadra shumë të ngjashme, ndërkohë që në këtë grup mosh ka vërtet diferencë të mëdha. Nuk e lejon gjyqtari avantazhin, por le të shkojmë vendimin nëse është për Partizanin apo për Teutën, sepse vërtet goditja ishte ndaj Partizani, pavarësisht se ka mbetur i dëmtuar në lojtari i Teutës, është faull për skuadrën e Teutës, goditje lirë për skuadrën Dursake. Ndërkohë që jemi në këtë pauzë të shkurtër, Gjerasin t'i kujtojë edhe një herë arritjet e suksesit e Akademisë Partizani. Po zhvillohet aktualisht vetëm kompeticioni 13 e 14 vjeçarëve të dy këto skuadra në garë patjetër për titull kampion, por 13 vjeçarët ndryshe nga 14 vjeçarët janë pak të shkëputur nga kryesimi, nga kryesuesit
Por megjithatë, lajme të mira nga na sjell kjo grup mosh teksa në turneun Neon Cup të zhvilluar në Afin, kemi shkuar deri në raundin 1/8 duke u eliminuar nga Eku i Afinës. Në grupe kemi bërë mirë, teksa kemi korrur 2 fitore dhe 1 barazim me 7 pikë. Kaluam në fazën e 1/8 por aty në një humbje minimale ndaj skuadrës nga Afina. Një eksperiencë e bukur u prezentua me shumë krenaria, Akademia e Partizanit. Gjithçka ka shkuar në perfeksion, rregull, disiplinë, edhe pse rezultati pra pritën miqësor si prestigjos në kapi. Nuk është keq, por në shkop të mundësi për paksa nuk përfiton Qokthi, rrezikon shumë me gjithë në këtë çaste. Shpëton Teuta. Pas atij presimit të rrezikshëm edhe paniku të shkaktuar nga numri 77, Nebi Qokthi. Edhe njërë skuadra kuqe, kërkon të niset me shpejtësi. Mundësia për një cross si tillë është i ulët, largohet me forcë, provon Jata. Niston sa ndërhyrje gjithmonë Jata. Vata, vizje mjaft e bukur. Dio Vata, kërkon hapësirën. Mundësia drejt zonës. Qokthi, kërkon krosimin e shkurtër të ulët, por bllokohet kjo tentative Nebi Qokthit. Donte Uta të dalë me qëtësi, nuk preferon në shpejtësi kundër sulmin. Por kërkon të vendoset dhe nga dalë në një blok. Tashmë Arifi fiton të rëvjen erësore. E merr me shumë qetësi dhe Uta duke parë dhe atë grind, dëshirë të madhe skuadrës kuqe gjatë këtyre minutave. Kërkon të ulë gjithësi tempin, atë dëshirë e madhe së Partizani për shënuar gol në pjesën e parë. Megjithatë skuadra kuqe njihet një skuadër muskush dhe një skuadër fryme, pra skuadër që ka frymëmarrjen të gjatë, duke ristuar, duke sulmuar deri në sekondën e fundit. Megjithatë finalet janë finale dhe skuadrat mobilizohen, përgatiten shumë për të luftuar deri në sekondën e fundit. Ndërkohë që ishim tek statistika, 15 vjeçarët ditën e djeshme kanë mbyllur pra kampionatin në vendin e dytë pas fitores së arritur në transfert në Apollo 2016 me rezultatin 2-4. Një event, një pozicion shumë i mirë le të themi në farë mënyrë, edhe pse gjithmonë skuadrat e Akademia Partizan kërkon në synon patjetër trofe. Por me nisjen që bë, sidomos në 2 fazat, nuk ishte as pak pozitive në play-off, skuadra kuqe ka rikëruar, ka bërë shumë mirë duke marrë 90% e suksesit pra fitoreve dhe barazim duke mos njohur asnjë humbje. Edhe duke pozicionuar pikërisht në vendin e dytë. Për 16 vjeçarët gjithashtu mbyll kampionati, teksa janë vendosur në vendin e fundit të fazës në grupin e play-offit pra. Megjithatë skuadra kuqe arriti me sukses të siguronte një vend në play-off pasi rrezikuam shumë të përfundonin në play-out. Aty ku situata mund të ishte akoma më e keqe, megjithatë një vend në play-off. Edhe pse vendi 5. Faul ndaj Qokthit. Edhe goditje dënimi për Partizanin. Nuk akordon kartona gjyqtari deri në këtë çast, nuk ka si karton të verë për dy skuadra pse kanë qenë disa momente për të ndëshkuar. Megjithatë në 35 minuta lojë 0 kartona, 0 gola. Nebi Qokthi bëhet gati të ekzekutojë këtë goditje dënimi, por shikoni sa pranë është muri. Kemi parë dhe në tentativa tjera, pak çast më parë ishte Qamili që ankua, megjithatë Qokthi kroson mirë drejt qendrës, goditja e Jatës jashtë kuadratit. Fiton duelin ajror, vendoset mjaft mirë në zemër të zonës, por goditja nuk ishte më e mira e Babugajt Jatës. 20 vjeçarit, lojtarit edhe ky me shumë eksperiencë, teksa ka zhvilluar plot 11 ndeshje me Partizanin B, ndërkohë që për 9 vjeçar Dies ka zhvilluar 3 ndeshje, gjithashtu dhe 4 ndeshje për skuadrën e parë, edhe pse nuk ka marrë një minutash të plot, por që ka ristruar dhe ka shijuar fanellën e skuadrës së parë.
një investim i klubit të ky lojtar, pritet shumë nga Jata, djaloshi nga Gambia. Prej disa sezonesh pjesë e Partizanit. Për sezonin 2024-2025 pra. Kontribon edhe tek Partizani tek 9 vjeçarët. Edhe ky do jetë sezoni i fundit për Jatën tek skuadra 9 vjeçarëve. Pasi dhe mosha megjithatë një falënderim pra dhe kontribut që ka dhënë, sepse edhe ai ka dhënë një kontribut të rëndësishëm tek arritja e këtij suksesi. Një mundësi e mirë për Rengën, nga kraj majt shpërthen Erad Renga, i afro zonën, kjo spërkat shumë e rrezikshme. Gjyqtari Bacaj, le të shikojmë vendimin e tij. Duhet patjetër edhe një ndëshkim me karton, pasi shumë e rrezikshme, por le të shikojmë ngjyrën e kartonit. Sepse lojtari i skuadrës të Ullës ishte lojtari i fundit në vi. Spërkata rrezikshme, shumë pranë zonës së rreptësisë. Por që ka qenë dorë shtrënguar edhe gjitha vendimet deri në këtë çast Bacaj. Protestojnë me të drejtë gjithë tek kampi i Partizanit, jo vetëm lojtarët e fushë, por edhe tek pankina. Shfaqje të shqetësuar për sa i përket edhe këtij vendimi, shumë hezitoi dhe këtë karton, edhe kartoni i sforcuar, do të thënë duhet të ishte një karton nga ato që dalin kështu shpirtërisht, sepse vërtet ishte një ndërhyrje e rrezikshme lojtarit të fundit, gjithë dinamika jep të drejtë gjyqtarit. Nuk ka asnjë arsye pse të hezitoj kaq shumë, ndërkohë që ka mbetur dëmtuar. Renga arriti të fitojë kohën, shpejtësinë dhe të marrë goditje drejtë në trup. Nuk e tregua as pak i kujdesshëm lojtari i skuadrës së Teutës. Si në një zonë ka shumë rrezik, si mund të shkosh drejt për drejt një spërkat të fortë. Por që paniku, rreziku të dëron nganjëherë të bësh të tilla ndërhyrje pa marrë parasysh pozicionin dhe numrin e lojtarëve. Ishte shumë pranë vijës 16 metrave. Le të shikojmë çfarë sjell ky moment, kjo goditje dënimi. Edhe pse kemi shumë alternativa. Pranë topit kemi Çamilin, Sarion, por që edhe Qokti më shumë është pozicion ideal për Lëbi Qoktin, sepse dy djalosh si Çamili dhe Sario kanë vërtet një të majtë së bukur, por që ne shikojmë edhe vendosjen e murit, sepse në 2-3 raste, pra 2 goditje standarde, kemi parë një vendosje më shumë afër. Luhet minuta 40 dhe Partizani ka shansin më të mirë të kësaj pjesë e parë. Përveç rasteve që kemi përmbledhur, komentuar shpesh gjatë këtyre minutave, ai moment flagrant i Lëbi Qoktit, por tashmë le të shikojmë çfarë sjell. 4 lojtarë në mur ka kërkuar Mejidi. Qokti, Sario, Çamili. Moment paniku në portën e skuadrës së Teutës. Niset Partizani. Është Qokti, goditja bllokohet në mur, pretendim për një top i prekur me dorë. Vërtetë ta kuptuar për protestat Partizani ka qenë të forta. Teuta nisën me shpejtësi, gjyqtari Bacaj ka luajtur lojën rregullisht, nuk ka ndodhur asgjë, por të kryesori, ndërkohë që protestat shikohet dhe kampi i kuq për këtë moment, teksa është në shkuar për protestat e lojtarit Partizanit. Por duhet të luajmë qëtësi, sepse tashmë nuk ndryshon asnjë vendim, nuk ekziston sistemi VAR, edhe pse gjyqtari ka mundësi që të ndëshkuar Çamili për kapiteni Partizanit për protestat. Janë vërtet 41 minuta lojë të shoqëruar me shumë polemika, protesta, episode të dyshimta. Ka për të ardhur keq
ndodhin shpesh në takimet finale. Thumos ndaj Partizanit. Minuta 42, Teuta ka topin në kontroll. Kalon tek Deda. Cili përbon top të gjatë. Kuçaj. Vjen Banushi me forcë, kërkon rekuperoi, fiton faul, edhe kërkon qetësi, trajneri Fatjo Muhamedi nuk kërkon të nxitojë. Ta marrë me qetësi me ngadalë këtë aksion. Si jemi në fundin e pjesës së parë, ne duhet të mbyllim me qetësi me ekuilibra, sepse një nxitim, një pakujdesi, një gol i kthyer në këtë fraksion ishte fatal, edhe pse Partizani prasimon nuk e ka vuajtur. Për çkon te goditje në Rriaçkon! Nejt Banushi! Shpërthoi festa e kuqe shënon Partizanit, çfarë goli në minutën e 43, teksa po flisja për një gol, por shënon Partizani dhe festa e Partizanit në stadiumin Vora. Një gol fantastik, një gol shumë i rëndësishëm, një gol që ka shpërthyer në festë të gjithë tribunën dhe në pankinën e Partizanit. Një gol shumë i merituar për atë që ka dhënë kjo skuadër gjatë këtyre 43 minutave. Ditje befasuese nuk i dha si shansë për t'jenë me gjithi. E shumë të uta që ta nisë nga mesi i fushës, një gol që nuk kishte çfarë të bënte te gjyqtari. Sepse erdhi edhe nga një veprim fantastik nga jashtë zone. 1-0. Kjo është mënyra më e mirë për ta mbyllur këtë pjesë e parë, sepse kanë mbetur disa minuta deri në përfundim. Partizani mund të provojë pse jo, të qëndrojë përpara, duke kërkuar pse jo një tjetër aksion. Teuta do zvarkojë dal nga dalë gjysmë fushën e Partizanit, nuk do pajtohet lehtësisht me këtë rast, ndërkohë që duhet të tregohet kujdesshëm Çamili sepse ka një karton të verdh. Dhe një vendim. Shikojmë gjyqtari që akordon kartonin e dytë, me sa duket. Është e çuditshme sepse ndodh gjyqtari heziton shumë. Ndikohet nga protestat dhe nga zhurma e madhe dërë të skuadrës së Teutës dhe Partizani i detyruar të luajë më shumë se 45 minuta me 10 lojtarë që ka avantazhin skuadra tashmë do të vuajë shumë. Të ardhur keq vërtet, edhe pse Çamili do të tregoj kujdesshëm sepse dukshëm gjyqtari nuk është se po na favorizonte, por po mbante një takim të balancuar. Por dy faule pra. Yes, një faul, një karton të kuq, sepse një karton erdhi nga protestat e gjyqtari duhet të tregojë pak më i kujdesshëm edhe gjykues për atë punë është sot në të takim për të gjykuar dhe për të vendosur drejtësi dhe jo për të ndeshkuar në këtë mënyrë, sepse për një karton të kuq ishte Teuta gjatë atij momenti sa godit dënimi, sa ndërhyrja sport cup në zonën e tësisë. Me këtë tashmë janë shumë episode të diskutueshme, shumë episode precedente të ndodhura gjatë këtyre 46 minutave. Këtë ardhur keq sepse vërtet kemi shënuar, por që po e pësojmë në këtë mënyrë pra nga disa vendime absolutisht të papajtueshme. Provon Teuta, goditje që largohet me forcë nga Vata. Tashmë Partizani duhet të tregojë autoritet dhe shpirt gare për të mbrojtur këtë avantazh. Do të tregojmë kujdes, shikoni çfarë ndërhyje, por më parë ka një flamur të ngritur. Se një tentativë skuadrës dursake në zonën e Partizanit.
Filluat minuta e dytë, shtesës pra. Në qëkojmë me ndonjë se do të ketë koma loj, minuta. Deri në përfundim të kësaj pjese e parë, Partizani ka siguruar avantazhin, por kjo avantazh shoqërua edhe me karton të kuq pak qastesh dhe ndihmë të gjyqtarit pra Bacaj me kartonin një herë shumë i verdh për skuadrën e Partizanit për Qamilin në hyja e parë, kartoni i verdh kur gjyqtari ishte shumë koshient për një karton të mëparshëm, protesta. Me gjatë le të shikojmë reagimin e Partizanit. Nuk ka më kohë mbyll kjo pjesë e parë, një pjesë e parë mjaft e bukur për Partizani, por me shumë polemika nga vendimet e gjyqtarit Bacaj. Shpresoj që pjesë dytë skuadra e kuqe të vijojë të tregojë autoritet, personalitet dhe full shpirt gare për ta mbrojtur, për ta fituar këtë sfidë finale të Kupës së Shqipërisë. Shihemi dëgjojmë pas një pushimi të shkurtër. Një rrugëtim që nisi me një ëndër. Një mision që vazhdon me pasion. Nga dita e parë, çdo gol, çdo përqafim, çdo buzëqeshje është pjesë e një historie që shkruhet me zemër. Një histori e punës, disiplinës dhe dashurisë për futbollin, që mban vetëm një emër: Akademia Partizani. Këtu lind pasioni, këtu ndërtohet karakteri. Këtu fillon rruga e çdo lojtari që ndëron të mbajë fanellën e kuqe. Nën kujdesin e trajnerëve, për kushtimin e stafit dhe frymën e një familje të madhe. Çdo ditë është një hap drejt të ardhmës, sepse në Akademinë Partizani nuk mësojmë vetëm të luajmë futboll, mësojmë të fitojmë me shpirt, me dinjitet dhe me zemrën e kuqe. Akademia Partizani, fabrika e kampionëve, krenaria e të kuqeve. Përshëndetje miq të Partizani Channel, mirë se erdhët në këtë pjesë të dytë të takimit final të Kupës së Shqipërisë mes nënveçarëve të Partizanit dhe Teutës, takim që zhvillohet në stadiumin Vora, takim që u mbyll me avantazh e Partizani minimal, gol shënuar në fund të pjesës së parë nga Nejt Banushi, një super gol, por që nuk zgjati shumë efesë e Partizanit sepse gjyqtari Bacaj zbeu fesën e të kuqeve me karton e dytë të verdh, pra të dhënë për kapitenin Qamili,
I pari herë për protesta, ndërkohë që i dyti shumë shpejt, pra brenda 5 minutash, më pak se 5 minuta, Qamili pra do shkojnë me 2 kartona të mëhershëm duke lënë Partizanit me 10 lojtar. Vendimet që kanë shoqëruar pjesën e parë pra ndaj Partizanit, pra më shumë kanë qenë vendimet në një farë mënyrë të goditura, sepse në të dy vendimet ishin 11 metrash i padhën për Nebi Qoftin, të paktën ai ishte një pastër, ndërkohë ka qenë një tjetër kontakt, një tjetër hyrje ndaj Jatës edhe një tjetër rast tjetër për një top të prekur me dorë. Pra përveç rastit pra të Qoktit dhe kontakti me dorë dhe i murit pra që ndërpreu atë top që shkonte drejt portës së mbrojtur nga Mexhiti. Megjithatë me gjithë këto episode, me gjithë këto problematika të ardhur gjatë pjesës së parë, pas gjykimit as pak korrekt, do të bëj Partizani me 10 lojtar, do të sakrifikoj shumë skuadra kuqe. Ndërkohë që zonësimet tek Partizani nuk ka, por Teuta ka ndërhyrë teksa ka lënë fushën e lojës Çala dhe vendin e tij e ka marrë Terefici me numër 7. E merr me qëtësi Zadeja, që bashkë me skuadrën pra kanë një detyrë të fortë për këto minuta të mbetura të këtij takimi final për ta mbrojtur të Rostat. Në dhe për gjetër forcën për të reaguar për shënuar pse jo një këtë gol. Kërkot zona, sulmon Qokti me forcën mbron. Nebi Qokti, rrethuar nga 2 lojtarë, përbën i vetëm Qokti. Është goditje këndi që protestohet nga mbrojtësit e Utës, por ishte më shumë se goditje këndi, ishte përpara një faull. Ne shkojmë çfarë se kjo goditje këndi, ishte treta për skuadrën e Partizanit. Me qëtësi tashmë janë 7 lartë Partizanit në zonë, por dhe me një zonë të dendur me uniforma blu. Luhet shkurt shpejt, Qokti. Sërish për Abdul, krosimi rrezikshëm nuk arrihet nga Dervishi. Shumë pranë golit rrezikshëm Partizani. Në shtyllën e dytë aty ku sulmoi Dervishi, një lojtar që njeh shumë mirë luftën në ajër, ai ka shënuar gole të rëndësishëm. Jo të shumë, por vërtet në sfida vendimtare. Për Monteuta, e cila tashmë do të përfitohet edhe nga aspekti numerik. Partizani vuan shumë në çaste. Do të luaj gjithçka për gjithçka, me 10 lojtarë në fushë. Kombinat e mira dërsaktë në zonë, mundësia për goditur, fatmirësisht mbyllet me sukses nga mbrojtja, provon edhe një herë Teuta, krosimi që bllokohet, mbet në një zonë të rrezikshme, aty ku afrohet Çala. Ndjes Arifi ishte. Tjetër krosim në një zonë ku afrohet mbrojtësi Xhaf Kollari, në mbështetje të sulmit, krosimi i rrezikshëm, largohet me forcë, mbetet në këmbët e lojtarëve të skuadrës së Utës, që provojnë një herë me një tjetër krosim, tashmë drejt shtyllës së dytë, aty ku provon dhe sulmon dhe godet në farë mënyrë. Kuçaj por pa arritur të rrezikojë. Ndërkohë që mbrojtja e Partizanit nuk arrit dot të largohet me forca të top, që mbeti i rrezikshëm në zonën e Kuçajt. Me shpejtësi kërkohet të dëmtuar Sario në fytyrë dhe vërkasje. Gjithaj gjithçka rregullt. Më shumë si do duhet dhe ndërhyrja staj miksor pasi Abdu ka mbetur dëmtuar. Gjatë mbylljes atij korridori me sup me pjesën e kraut, pra e ka goditur në fytyrë në një përplasje ku ka mbetur dëmtuar pra Sario Abdu.
duke shpresuar si serioze për djaloshin ton. Lojtar nga Gambia, autori i 10 golave, padyshim dhe Abdu, një lojtar shumë i rëndësishëm në fazën ofensive. Vjen në listën e golshënuesve i dyti pas 13 gola të shënuar të Erard Rengës, që në këtë sfidë akoma nuk kemi parë le të themi veç momentet të asaj goli dënimit të fituar që solli shumë polemika për ngjyrën e kartonit. Edhe 2 gola të ka shënuar në Kupën e Shqipërisë pra. Abdu ndaj Dinamo Cityt dhe ndaj Skënderbeut. Pra gjëra si kujtohet një herë rrugtimin e bërë nga skuadra e Teutës dhe Partizanit deri në këtë finale. Teuta ka mposhtur Apollonin 2-0, pra të gjithë ndeshjet janë zhvilluar në shtëpinë e futbollit, ndërkohë që kjo finale i është besuar dhe është vlerësuar një stadiumi të riorganizuar, rikonstruktuar si stadiumi Vorës. Ndërkohë që në sfidën e dytë Teuta kaloi Laçin sërish me një tjetër rezultat 2-0. Në takimin e parë Biba dhe Deda shënohen për Dursakën, ndërkohë që në takimin e dytë Kuqi dhe Çala. Ndërkohë që Partizani ka kaluar më lehtësisht kundërshtar, teksa në raundin e 1/4 ka mposhtur Skënderbeun 5-1. Sario Çamili, Vata, Renga Dopjet dhe Vata shënuan për Partizanin, ndërkohë që në raundin e 1/2 sërish pothuajse me të njëjtën lojtar, pra golshënues, por pothuajse rezultati i ngjashëm. Vetëm se një gol më pak, 1-4 ndaj Dinamo Cityt. Vata, Sario dhe Renga u shoqëruan nga një gol i hidrit. Provon skuadra Dursake. Tashmë Partizani largoi me 9 lojtar deri në momentin kur të konfirmohet nëse do të arrijë të vijojë të rikthehet në fushën e lojës pra. Sario Abdu duhet të bëhet një zëvendësim i detyrueshëm pasi me sa duket ajo goditja për plazhin ka qenë shumë e fortë. Një lojtar me shumë cilësi dhe që mund të jetë gjithmonë një problem i madh për mbrojtjet kundërshtare. Abdu në një krah dhe Renga në krahun tjetër, ndërkohë që skuadra e Kuqe nuk ka preferuar të ketë le të themi në një farë mënyrë një pyk stabil, por një lojtar gjithmonë polivalent, një lojtar si edhe në Biçokti e ka bërë, është rikthyer në fushë Sario Abdu, fatmirësisht pra. E në Biçokti gjithashtu dhe Nejt Banushi me atë veprim e pat në pjesën e parë, atë gol, super gol, spektakolar. Pra duke zhvilluar shpesh aksione me sulmues faska, si më të shuar sulmues të fshet që janë gjithmonë të gatshëm për të rrezikuar pavarësisht pozicionit që janë deklaruar gjatë startit takimit. Dhe kjo është gjë e mirë sepse Partizani gjithmonë do të jetë i rrezikshëm me të gjitha elementet, pra jo vetëm me ato që mund të quajmë sulmues konstant, siç janë të deklaruar Renga, Qokthi dhe Sario, por gjithashtu i gatshëm për të sulmuar Nejt Banushi, Jata, po dhe pse jo dhe Vata, e pat në pjesën e parë, lëvizjet mjaft e bukur. Shikoni kjo goditje që shkon në zonën e Zadejas, në dy kohë në përgjithësi e ka dërguar në goditje Këndi, goditja 5 nga Këndi, e dyta për skuadrën e Teutës, që të provojë edhe një herë të afrohet me shumë forca ndaj dhe Partizani duhet të tregohet i kujdesshëm. Kemi humbur shërbimin e kapitenit Ersi Çamili gjatë pjesës së parë. Me sukses, për kalojmë të 10 minuta të pjesë dytë, por që duhet të luftojmë forcën në këtë çast. Duhet ta largojmë të dalim përpara. Provon Abdu. Edhe një herë në topi të vijuar, faktikisht në këmbët e Sario Abdus nuk arrin dot të shmangin një tjetër goditje Këndi. E 6-ta barazon dhe numri i goditjeve Këndi, kjo tregon që skuadra e Teutës ndërkohë që do kërkojë gjithçka për gjithçka. Në këto minuta të mbetura, minuta sakrifice. Shkojmë këtë krosim të herë drejt shtyllës së dytë Zadeja, kushton fort. Provon tashmë Sario, i cili kërkon ta vendosë në kontroll. Po shkëson pa faull. Ka faull ndaj Sarios, por jo karton, vetëm një goditje lirë. Gjatë pjesës së parë janë dhënë
3 kartonat verdh. 2 për Partizanin, 2 për të njëjtin lojtar. Pra u duk sikur ishte një do shtrënguar pra Bacaj, por vërtet e liroi në momentin e duhur. Në një farë mënyrë ironike pra, sepse nuk mund të kishte 2 kartonat verdh për një lojtar që ishte ndëshkuar për protesta dhe ndëshkohet për faullin e parë. Megjithatë, kështu e ka menduar, gjykuar gjyqtari nga Laçi. Një trupa gjykuese sot, pra vjen nga Laçi. Që mund të lishtë vetëm Laska në shfaq në protokoll dhe delegat Akimit Xhaferaj. Me qëllësi Partizani. Kërkohet Abdu, i vetëm, shikoni çfarë lëvizje të bukur Abdu, drejtohet zonës, por në fund vjen me shpejtësi. Muha. Ndezë Deta, i cili e ka shkelmuar në rinanësore i përket Partizanit. Është Vata. Hele topin Arapit. Përmon zonën, ka një kontakt mundësia për Abdu, gjithmonë Abdu e godet, blokohet. Riveli ansor për Partizanin. Jata vion të kërkoj diçka. Pretendon për diçka. Por vetëm një riveli ansore për skuadrën e kuqe, që bëhet gati tashmë të qëndroj në atë zonë duke mos e lejuar Teutën të dalë përpara. Dhe kjo është padyshim gjëja më e mirë që mund të bëjmë, ta mbajmë sa më larg, sa më në fushën e skuadrës prekëtare, që provon të dalë tashmë, por i vjen ansori për këtë Partizanit. Prekja e fundit ka qenë lojtari të Arifi. Edhe herë vion këmbgulje e Partizanit. Qokthi. Ka fituar të rëvinë ansore Levi Qokthi. Në ditë të ngrohtë të nxehtë, të hëna, kjo e hëna 18 majit pra. Finalja e Kupës Shqipërisë, Partizani kërkon dopjetën. Gjithashtu në farë mënyrë dopjet do të jetë dhe për Teutën, por në grup moshe të ndryshme në Cedotari, sepse tek 17 vjeçarët Teuta ka fituar Kupën e Shqipërisë në finalin ndaj Tiranës pak ditë më parë në fushën e shtëpisë së futbollit. Me një përmbysje nga 3-1 për Tiranë dhe 3-4 për skuadrën dursake. Ndërkohë që në këtë grup mosh, skuadra dursake nuk është se ka bërë aq mirë në kampionat, megjithatë lufton fort në kupë. Aty ku ka arritur të fitoj këtë bilet, pra të siguroj këtë bilet për në finale, edhe pse për skuadrën dursake nuk është as pak një takim i lehtë me një kundërshtar që ka mundur 2 herë në kampionat, 2-3 dhe 2-0. Qokthi, niset Partizani. Ka hapësira Nebi Qokthi, afrohet dhe Jata, mundësia për të. Qokthi vion të taket në kontrol, provon lëvizjen, në fund bllokohet, më pas vjen dhe pjesë tjetër e skuadrës, ja të vjen sulmi Partizanit, kjo goditje e Nejt Banushit, me sa duket. Megjithatë kemi në kontroll, mund bëjmë diçka, nuk ka asgjë, por duhet të tregojmë kujdes sepse Teuta tashmë mund të dalë me shpejtësi, duke parë dhe vendosjen e Partizanit që provoi me një sulm të rrezikshëm kombinimet Arapi, mbyllu Arapi me sukses ndërhyn Wesi Arapi, madje ka fituar dhe faull, goditje lirë për Partizanin. U duhej një pasim aty në atë sulm të Qokthit, një pasim për Jatën do ishte ideal, por kërkoi ta zgjidhte i vetëm Nebi Qokthi. Vijon sendet e hedhura në fush nga tifozëria dursake, e cila edhe gjatë pjesës së parë nuk është përmbajtur, sidomos tek momenti i golit, aty ku Nebi Qokthi shpërtheu në fesë bashkë me pjesë tjetër të skuadrës. Për të ardhur keq sepse jemi tek futbolli i moshave, sepse kjo është kategoria maggiore, më e rëndësishme, por që
Spak e të lërëshme dhuna e fundimet në kor. Bëhet gati për dy zëvendësime skuadra e Teutës, teksa ka hedhur në fushë Gjuzin dhe Bakiun, ka lënë fushën lojës Bendët dhe Kutaj. Tjetër fallë për Partizanin që vijon të jetë me të njëjtën formacion, asnjë zëvendësim nuk ka vërë deri në këtë çast trani e skuadrës Fatjo Mohamed, duke i besuar këtyre 10 lojtarëve, pra sepse tashmë kemi mbetur 10 lojtarë që nga minuta e 44 ku Qamili pra Ersi Qamili u ndeshkua me karton e 2 të verdh. Vjen të jetë të këmp, duke kërkuar maksimum nga dëtiet. Treni i skuadrës Fatjo Mohamedi. Qokthi, drejt qendrës, del për te Megjidi. Mundësia për Partizanin, tjetër goditje këndi tashmë, rrezikojmë shumë, por nuk kemi arrit dot të japim atë goditjen fatale, vendimtare, sidomos në goditje standarde, ku kemi qenë gjithmonë të rrezikshëm. Me që të si shkon tashmë. Banushi. Ndjes është Qokthi. Kështë sa s'pak e letë edhe për të daluar në këtë djerë kaq të fortë. Edhe njëherë, krosimi mirë, mundësia Jata, ndërhyn mbrojtja dhe e Partizani, Abdu është në zonë, koordinati kë goditje qendrore. Në mbledh në duar Megjidi, përboj të dëronte një goditje spektakolare. Sario Abdu, por që qendrore dhe lehtë për portierin. Minuta mjaft interesante, luhet në fushën në stadiumin e Vorës. Stadium dhe klub që ka siguruar mbijetesën për sezonin e ardhshëm sportiv në A-bisën superior, por gjithashtu dhe një investim i madh është bërë tek akademia, teksa skuadra e Vorës u shtat në jetë shpallur kampion. Pikërisht ndaj Partizanit, në atë sfidë finale të zhvilluar në Ahmet Taq nuk pranoi, kurse si klubi i Vorës ta zhvillonte në këtë kompleks, në këtë stadium të këndshëm për zhvilluar në të i dhe knajsin djembe të dëshuar një kujtim të bukur në finalen e kampionatit. Megjithatë, ishte zgjedhja e klubit të Vorës. Jata, kërkon të dalë përpara, shikoni Abdu ka marrë një goditje, loja që vijon në krahun tjetër me sulmin e shpejtë të Dursakëve. Arapi lufton fort, është Nejt Banushi, tashmë shkelmohet me forcë në një zonë ku sulmohet nga Renga. Duhet të dalim të kapim në befasi mbrojtjen e Dursakëve që është ngritur shumë lart në gjithë fushën e Partizanit në kërkim për të mbështetur sulmin në pjesën tjetër të skuadrës. Goditje dënimi për Teutën nga krahu i djathtë që luhet minuta 64. Teuta kërkon me të gjitha forcat të afrohet dhe godas zonën e Partizanit, edhe pse dëshira nuk ka munguar, por tentativat nuk kanë qenë më të mira të mundshme drejt portës së Zadejes, përveç një goditje që nuk u arrit të mbajë në fushë në zonë nga Zadeja. Pjesa tjetër kanë qenë raste të mbyllura me sukses nga mbrojtja e Partizanit, e cila si në duelet ajrore, por edhe në duelet toksore, si na quaj kështu, ka qenë shumë luftarake dhe vendimtare në të gjitha ndërhyrjet. Por tashmë tregojmë kujdesshëm. Minutat kalojnë, paniku rritet, tensioni rritet. Zadeja, emër të duar, dhe i jep qetësi frymërisë skuadrës, megjithatë ne shikojmë se kemi një alternativë të mirë për të kaluar topin në gjithë fushë, aty ku provon me shpejtësinë e tij Nebi Qokthi, por është i vetëm. Nuk mund bëj asgjë, i rrethuar nga disa lojtarë. Provon Teuta, i afrohet zonës. Është Teferici. Ka flamur të ngritur, nuk vlen. Kjo këmbgulje në shtat freskë të futur të pjesë të dytë. Teferici. ...25 minuta, palluritët e kohë shtesë, edhe pse deri këtë çast kemi patur shumë ndërprerje. Dhe vijojmë, shpresojmë që mos kemi ndërprerje, sepse ato minutat e shtesë gjithmonë janë minutat e pamikut.
tensionit. Fal për Partizanin, goditje lirë në mesin e fushës. Është Jata që ka mirë gutuar. Pra kampionët e Shqipërisë do duhet luftojnë fort për të siguruar edhe një tjetër trofe që do të ishte vërtet historik në futbollin e moshave. Një skuadër që i fiton të dy kompeticionet pra me dominancë mbi të gjitha, edhe me statistika të frikshme në çdo aspekt, si në fazën ofensive dhe defensive. Provon Renga, dorëzojmë lehtësisht. Deda Ndoj Starifi Tash Ndoj me top të fort nga krau i djathtë, arrihet destinacion Kuçaj. Tashmë mundësia për njëzë për Partizani, shikoni shpërtimi i Sario Abdu, gjithmonë Abdu, drejton zonës, Abdu është më shpejt të zëndoj, Abdu mund provoj, por shumë në përshësi, ka rritur ta dërgojë në një zonë ku sulmohet nga Jata, nuk pati mbështetjen pjesë tjetër skuadrës për të ardhur keq kjo inkuracion i Abdus megjithatë Jata ka fituar letërimin e luftimit, por jo e godet lehtësisht te dorëzonë duart e Megjidit, nisën me shpejtësi. Loja u mbet ato ekuilibra, teksa Toyota kërkon të përfitojë nga ky moment i Partizanit. Arifi mbyll me sukses nga Qofi, për një moment ka sërish në kontroll skuadra bregdetare. Ja blon në krahun e djathtë tek Kuçaj. Gjithmonë Kuçaj. Shikon zonën, krosimi fatmirësisht është i ulët, nuk e ka arritur dot ta godasë ta krosojë duhet megjithatë kjo tentativë Kuçajt. Shkon jashtë kuadratit. Minuta 68 dhe Teuta shfaqet shumë rrezikshëm nga ky inkuracion shpërtim i numrit 17 Kuçaj. Por që do të tregojmë kujdesshëm dhe të besojmë patjetër, të besojmë tek kundërshtuesi jon në ato çaste. Vërtet ishte Jata ai që e mbështeti, por prisim më shumë nga sulmuesit tan, sepse Jata është një mesfushor që do të vendos ekuilibër, pa do të shkaktojë shumë problem, siç i shkaktoi duke hapur një grop të madh në mes fushës aty ku Teuta organizua dhe krijoi atë moment rrezikshëm. Tashmë provoi sërish Dursakët. Sulmoi nga krau i majt. Le të shpresojmë të mbyllim sukses këtë moment dhe e tillë është pa faull në gubern topin. Abdu e stopon, por nuk arrin dot ta vendosë kontroll. Megjidi e ka tashmë në kontroll. I cili nis pendon. Adinja Teuta. Huna. Arifi. Forcë. Nga Partizanit. Është të rritë shumë skuadra Partizanit. Luhet minuta 69. Shikon lojtari i fundit i skuadrës kuqe është Sario Abdu në zonën e 40 metrave. Nuk e largon siç duhet Jata. Arifi. Lufton fort Jata. Por nuk ka arritur dot, megjithatë duhet të ngrihet, të vijojë sepse Teuta shikoni, provon me të gjitha forcat me këtë krosim të rrezikshëm drejt shtues së dytë, largohet nga mbrojtja e Partizanit dhe lihet këndi. Duhet të sakrifikojmë, duhet të luftojmë fort deri në fund. Nëse vërtet duam këtë trofe, edhe për të ardhur keq, duhet ta humbasim sepse kemi parë për të gjithë 25 minutat të pjesë parë në pjesë kontroll. Dhe patjetër që të vjen plot fort, pasi nuk duhet të presim shumë nga vendimi i gjyqtarit, diçka t'i falë këmbëve tona. Në forcë ka një luftë sportive e tashmë dukshëm një ndërhyrje pa rregullt e ndojt godi e lirë për Partizanin. 20 minuta nga fundi i takimit final të Kupës Shqipërisë për nënveçarët janë
dy skuadrat që kanë bërë mirë në këtë kompeticion, por absolutisht Partizani, skuadra që ka bërë mirë në të dyja kompeticionet. Edhe është shpallur kampioni i Shqipërisë për sezonin 2025-2026. Tashmë skuadra ku do prezantojë akademinë Partizani, por edhe futbollin shqiptar në Kupën e Champions League për të rinjt. Pra, do shpresuar që të bëjmë patjetër atje një paraqitje të fortë, por kjo duhet bëjmë një përgatitje jashtëzakonshme të mirë gjatë fazës së verës të periudhës së pushimeve. Pra, nëse vërtet kërkojmë një paraqitje të denjë në këtë kompeticion, një kompeticion që është shumë i fortë, shumë i vështirë. Do të mësojmë më tej se kush do jetë kundërshtari i Partizanit, por deri atëherë duhet mendojmë fort edhe për këtë kompeticion për Kupën e Shqipërisë. Gati për një tjetër zënësim në radhën e skuadrës të Udës. Uda që vijon të freskojë skuadrën duke hedhur shumë element, ndrimi 4. Lesha në fush. Ndoj jashtë fushë. Ka hequr një mbrojtës për një sulmues. Lesha ka shnuar 5 gola. Është një menç, një sulmues që është të lartë i fortë, por që ka hequr një mbrojtës, pra duke mbështetur shumë tek sulmi. Tjetër goditje këndi është 5-ta për skuadrën të Udës dhe e 9-ta në total. Ka rritur centimetrat të Uda, duke parë që këto momente janë vërtet shumë delikate në futboll. Pra goditje standard se këto çaste shikoni një tjetër moment ku Zavdeja ndërhyn në mbledhje duar, jep qetësi, tashmë do të tregon të kujdesshëm dhe të presim skuadrën e shpërndarë sipas pozicioneve. Zavdeja, shkelmimi fort drejt Sariu Abdus, ka luftuar fort Abdu. Dhe që nuk është një fiziku madh, por gjithmonë ka hapur probleme mbrojtjes të Udës. Gjatë këtyre 73 minuta në lojë. Vion të jetë shqetësues pra. Abdu. Qokthi. Mundësia për Sariun, stopimi mirë, por në fund ka humbur kontrollin më pas dalja e portierit Mejgjidi. Dalje me një hershme. Fatkeqësisht në momentin e dur ka humbur kontrollin. Si mund të rrezikojnë shumë në atë moment. Sariu Abdu. Arifi. Kërkon të shojë të djathtë. Mundësia për të rrezikuar dashmë. Kombinimet mjaft të mira. Duhet të rregojmë kujdesshëm. Shikoni në zonë të ngushtë dalin përpara. Por jo, nuk kanë dot Partizani të dalë. Vijon këmbulja e skuadrës të Udës, tashmë mundësia për të kapur në befasi, por ky top shkon në thelsi. Edhe dalja e portierit më një hershme. Është edhe Bakiu që e kanë topin në kontroll tashmë. Kuqi. Kuqaj. Gjithmonë Kuqaj. Kërkohet një krosim i tillë, është largohet nga Dervishi. Është Nela. Ka qenë luftarake në mbrojtja Partizanit, si Nela Dervishi dhe Arapi në të gjitha dy luftimet, por që duhet patjetër mobilizim maksimal deri në fund. Vijojmë në të njëjtën mënyrë pra. Ndërkohë që Partizani bëhet gati për zëvendësimin e radhës, teksa Gaçi në fushën e lojës. Nësa ky bëhet zëvendësimi i parë për Partizani. Gibo. Edriza Gibo marr vendin e Nejt Banushit. Pra provon Partizani të vendosë pak më shumë, le të themi freski patjetër dhe ekuilibra. Gënjor Nejt Banushi, lojtar që rreh më shumë tek sulmi. Patjetër që është shumë luftarak me dëshirë në gjithë pozicionet, por që aftësia cilësia nuhatja e tij janë shumë ofensive, ndërkohë që Gibo do provoj me hap galopim dhe më shumë ekuilibra të paktën në mesin e fushës, ku do të mundojmë të ndërpresim të gjitha manovrat sulmuese të skuadrës të Udës. Ne do të kalojmë me shpejtësi, patmirësisht do të thënë 75-a luhet.
Edhe pse 15 minuta për një takim si ky ku Partizani luan prej shumë minutash me një lojtar më pak, edhe gjatë gjithë kohës në këtë trusni presim të fortë të bursakëve që fitojnë një tjetër goditje këndi. Duke tentuar edhe një herë zonën e Zadeës, një zonë që do mbi ngarkohet shumë me fanela kuqe blu tashmë. E shpresojmë urojmë shumë që mbrojtja e Partizanit të tregohet e sigurt e mirë si Zadea ndërhyn, largon tashmë. Mund të nisemi, mund të dalin. Gjithmonë Abdu shikon lëvizjen krau tjetër të Gibos. Topi është drejt tij, ideja fantastike. Le të shikojmë, stopimi mirë. Gibo, gjithmonë Gibo, mundësia drejt Qoksit, duhet godas, goditja vjen dhe në rrjet shkon! 2-0 Partizani! Është minuta e 76 dhe skuadra kuqe shënon dhe golin e dytë Fesa në fushën e Vorës është totalisht e kuqe. 2-0. Është momenti më i bukur, gjithçka nisi nga këmbët e Sario Abdus në atë asistim në detaj për Gibon. Ky fundit u treg drejtë këto çaste mjaft të merituar. Në takim vërtet shumë emocionues, por që Partizani është vërtet skuadra momentalisht që meriton jo vetëm golin, patjetër që të fitoren, por duhet sakrifizoj në fund. Niset Teuta, e cila tashmë ka një detyrë të vështirë të përmbys, ose të paktën të vendos baraz peshën, por duhet si fillim të gjejë një gol që e ka vuajtur shumë për ta gjetur, edhe shumë pak është afruar përveç dëshirës së madhe. Ka qenë merit e madhe e mbrojtjes së Partizanit dhe i portierit Zadeja. Tu do të tregon të kujdesshëm, sepse Teuta fiton këtë goditje dënimi pranë këndorës. Por që mobilizimi, vëmendja, sepse tashmë jemi edhe në perëndim, pra dielli mund të jetë edhe një pengesë, patjetër. Niset krosimi i rrezikshëm, largohet një herë në goditje këndi. Është Darius Zadeja që merr përshëndetjen e të gjithë skuadrës. Dhe këto çasti pa kalueshëm. Sërish Zadeja. Aty mes të gjithë kokave, ndërhyn atë groshtim të fortë, të bukur. Mundësia për të nisur është Gibo, gjithmonë Gibo. Afrohet drejt zonës, ne shikojmë mundësia për gol e tretë, duhet goditja dhe jo e pabesueshme me Gjidi. Krosimi i radhës tashmë drejt Sarius, duhet ta godasim me forcë dhe me siguri, por nuk arrin, megjithatë vjen Partizani të këmbgul dhe të ishte Jata pra dhe jo Gibo. Tashmë ishte Gibo që fiton terminansore. Jata me shumë eksperiencë me super. Duhet bënë diçka më shumë në atë moment. Bëri diçka mjaft mirë, shpërtimin, deportimin, fitoi goxha metra hapësirë duke drejtuar portës së mbrojtur nga Mexhidi, vetëm Mexhidi, edhe pse kishte një alternativë mjaft e mirë për të pasuar, për ta nxjerrur në temin i familjar bluff portierin edhe mbrojtjen e Teutës, por nuk e bëri. Jata. Megjithatë, tashmë kjo është një sheh e mirë që ne e mbajmë kundërshtarin në një presion të lartë, në panik të madh.
Ndërkohë që ka shqetësime për dy lojtarët e këtij skuadër, teksa nga Teuta Huna është zëvendësuar për ka lënë fushën dhe vetë tjetër Mark Çala. Ndërkohë që Zadeja tashmë kërkon dhe ndihmën e mjekut të skuadrës për këtë moment, sepse me sa duket ka mbetur ndërtuar gjatë një përplasje në dy luftime sipër gjatë atij momenti të vështirë me goditje dënimi të ekzekutuar dhe tentativat e forta të dursakëve për të gjetur golin minimal, golin e ngushtimit të diferencës. Edhe është më së normale që skuadra kuqe mund të kërkojë të ulë pak dëshirën e madhe që mund të ketë skuadra dursake në këto momente, por që Partizani ka qenë skuadra që ka rrezikuar më shumë dhe ka qenë shumë pranë golin në dy tentativa, por që Jata ishte flagrant fare rasti i Jatës, nuk arritur Jata të ruajë në rrjet për të vendosur kapakun një herë mirë këtij takimi, që po shkon drejt fundit, por një fundi dramatik 0-2. Nebi Qokri pra është ndëshkuar gjatë festimit të golit në minutën e 76, në moment ku shënoi pra festoi. E shpresoj që edhe mos kemi të njëjtën fat si Qamili, brenda 3 minutash ersi Qamili ndëshkuar me 2 kartona të verdh. Provon Arifi. Nuk arritur Arifi mbyll Vata me sukses, me qetësi, shikon me kokën lart, shkrim përpara, Tion Vata. Kalon tek Abdu. Gjithmonë Abdu. Simin e detaj për Vatën, e stopon, por nuk e godet dot. Ideja ishte fantastike, kombinimet mjaft të mira, por përfundimi fatkeqësisht nuk ishte më mirë i mundshëm me Vatën që mund të rrezikonte shumë. E njeh shumë mirë këtë konvencion Tion Vata. Gjaf Kollari e hap në të majt për Kuqin. Inderin Abdul me faull të gjyqtari. Minuta 83. Teuta do të provojë me këtë goditje dënimi, kërkohet sërish zona, kërkohet krosimi, shikon dhe tek zona ku ndodhen lojtarët e skuadrës së Teutës. Tifozët dursak nuk përmbahen duke goditur me shishe ujë, fatmirësisht asnjë lojtar nuk u godit, por që të darë okay sepse në të tilla raste mund të shkaktojnë dhe të çarë, por edhe lojtarët e skuadrës së tyre po godasin. Teksa tentativat nuk kanë qenë për Partizanin, por duhet të përmbahet tifozëria dursake. Krosimi në qendër, aty largon në Vata. Provon me presingun, shpirt e garës. Qokthi. Shkon sa hapësira ka rrezikshëm Teuta. Mund provojë edhe një herë me Arifin. Dërgon topin në krahun e djathtë. Aty ku do të rinis një herë tentativa sulmi Teutës, krosimi i lartë drejt qendrës. E stopon për një moment. Dhe fiton këtë faull, goditje dënimi, duhet të kërkon të kujdesshëm sepse kontakti me i vogël është faull dhe goditje dënimi. Si në këto çaste teksa Arifi ka fituar një goditje dënimi në një zonë të rrezikshme. Protestojnë të kuq për të kota janë, tashmë nuk vlen sepse Teuta do të provojë në një pozicion qendror, por distanca është konsiderueshme, gjithsesi duhet të tregojmë të kujdesshëm. Minuta e 85 sapo ka nisur. Është Arifi i cili ka marrë përsipër të ekzekutojë këtë goditje dënimi në pozicion ballor, por duhet të tregojmë të gatshëm, mobilizuar për mos lejuar si nga muri dhe nga porta. Arifi, goditja e rrezikshme jashtë kuadratit, fatmirësisht kjo tentativë e Arifit e mbyllën me sukses dhe këtë moment të rrezikshëm në zonën e Partizanit. Me qëtësi tashmë merr Zadeja. Me shumë mundësi do të kërkojë një shkelmim të fortë. Për në parë gjyqtari. Shumë në kontakт si një skuadra për një moment.
Diskutim aty që shuhet me kujdes, ndërkohë që shikon është Aldu që ndjen shqetësim, ndërkohë që Gjaf Kollari nuk përmbahet duke treguar dhe agresivitet. E mbledhin të gjithë lojtarët duke uruar, shpresuar shumë që mos kemi tension të panevojshëm. Edhe pse Teuta nuk do të përmbahet pas të gol i pësuar. Nuk është shumë i qetë skuadra Dursake. Por në një takim si ky nuk ka asnjë faj Partizani, ndërkohë që ndëshkohet me karton të verdh. Abdu Salio i cili dal nga dal ka lënë fushën për një moment apo për një zëvendësim, këtë do ta shikojmë sepse më shumë si është për të shumë të zbatuar rregullat pas ajo është zëvendësim, pra ka marrë vendet tjera, ka marrë Hyseni 16 vjeçari Fabi Hyseni. Ka minuta edhe për Hysenin që nisën me shpejtësi edhe madje edhe nëse kontroll fiton këtë fal, goditet dënimi i sa më futur në fushën lojës, tregon klasin dhe spektaklin e tij duke stopuar, duke vendosur në vështirësi mbrojtjen e skuadrës së Teutës, madje duke fituar këtë goditë dënimi. Edhe pse në këto minutë, por që shumë i rëndësishëm dhe ky zëvendësim. Sepse duhet të përgatitemi edhe për një kohë shtesë të gjatë. Është Gibo që ka marrë për sipër. Numër 16 nga Gambia, 20 vjeçari. Luhet shkurt shpejt. Ka një skem. Topi drejt Qokthit. Gibo. Mjaft mirë tek Nebi Qokthi. Provoni vetëm Qokthi dhe krosimi fort. Kjo është ajo çfarë duam. Maturi, pjekuri. Me shumë qëtësi fitojmë të goditje këndi. Është e 11 në total, por që për Partizanin një nga goditje këndit vërtet shumë të nevojshme të qeta. Jata, tjetër ndërhyrje pa rregull ndaj tij, shumë pranë Virojt si të duhet patjetër shoqërohet me karton. Ishte plotësisht tendencioze. Megjithatë, mjaftohet vetëm një goditje dënimi. Teksa mbyllet dhe minuta 88, tashmë ka nisur minuta 89. Pranë flamujt të këndit, Partizani do të bëhet gati të ekzekutojë këtë goditje dënimi. Por le të shkojmë më parë. Nëse Jata pra ndjen një shqetësim të fortë, duhet të ndërhyjë stad miksor apo do të vijojë normalisht. Janë dy lojtarë tek topi pra, Qokthi edhe një herë Gibo. Gibo, mjaft mirë, provon zonën, tashmë është Jata. Qokthi që është aty pranë, topi është për të, tjetër ndërhyje ndaj Qokthi për këtë herë, jo të gjyqtari, vetëm rëvinjansore, nisën me shpejtësi skuadra e Teutës, por nuk është e qetë. Ka shumë citim. Rëvinjansore, fiton metra, shikoni sa shumë metra. Madje është faul. Ishte hutuar një faul. Nësa duket ajo i topi ndërprer, mund të ketë qenë edhe me dorë. Këtë e ka parë më mirë Bacaj, pa mundur për të arritur për të kuptuar. Minuta vërtet emocionuese. Partizani ka një avantazh dyfisht drejt titullit të dytë. Trofeut pra, është minuta e fundit, do të drejtohemi dhe kohë shtesë, por Teuta provon të gjithë forcat. Largon me forcë tashmë Dervishi. Nerviliansore. Gjaf Kollari. Edhe një topi për të. Kalon në qendër tek Cala. Gjithmonë Cala, hapësira Godzice, goditja shumë e lehtë.
Vata, me që të si kërkon të dalë Partizani dhe bën mjaft mirë Hyseni, niset edhe Qokti, gjithmonë Hyseni. Duhet asistimi mjaft i mirë për Nebi Qoktin. Pozicioni është i rregull gjithmonë Qokti për golin e tretë. E kontet dhe i herë Qokti me kokë e dërgon në rrjet 3-0. Partizani është kampion në fituesi Kupës Shqipërisë dhe këtë e the me plot bindje 3-0. Festa e kuqe dhe Qokti e dërgon për të dytën herë në rrjet në këtë sfidë. Një asist në detaj do të thënë ai i Fabio Hysenit në detaj. 3-0, festë e kuqe totalisht e merituar kjo fitore, edhe pse mund të jepet shumë që e njeh shumë mirë shpirtin e garës, frymën e grupit dhe me sy mbyllur pra, si të Kasit, edhe pse Hyseni një lojtar që nuk ka marrë shumë minuta të kjo grup mosh, por asi i tij ishte si të luante prej shumë ndeshjesh në skuadrën. Ndërkohë që në këtë transmetim kemi qenë gjithmonë edhe me një lidhje me regjin e Federatës Shqiptare të Futbollit, duke shpresuar të liruar shumë që ta kemi deri në fund, deri në detaj këtë lidhje për të shijuar pse jo dhe trofeun. Ka mbetur dhe disa minuta, por që Partizani me avantazh të 3 fisht edhe me këtë lojë mund të patjetër të shijoj këtë trofe. Të dytë në këtë sezon, i dyti nga rëndësia, i dyti nga dëshira, kënaqësia, sepse kjo skuadër e ka merituar totalisht, ashtu si dhe kampionatin e mbylli një javë përpara, Kupën e Shqipërisë tashmë me një total prej 10 gola shënuar në ndjesë, 12 gola shënuar në 3 ndeshje dhe vetëm 2 pësuar, një dominancë totale në këtë kompetision. 5-1 Skënderbeu, 4-1 Dinamo City, tashmë 0-3 ose 3-0, quani si të duani. Si të doni këtë fitore të bukur të ndaj Teutës, një kundërshtar që është munduar shumë, por ka patur përballë një Partizan vërtet shumë solid, të pakalueshëm, edhe me 10 lojtar prej 50 minutash, me mbi 50 minuta. Ndërkohë që 3-0 pa tjetër, por dhe shumë episode, shumë raste drejt portës së Mexhidit. Një nga ato që mund të përmendim ishte Jata, mund ta dërgonte shumë më herët të gol të tretë pra në rrjetën e Teutës, por që pak rëndësi ka tashmë futbolli, ka dhe episode të tilla. Ndërkohë që skuadra e Teutës shumë pak raste, kjo për meritë dhe mbrojtjes së portierit gardianit Zadeja. Provon këmbgul Teuta. Partizani kërkon të dalë me shpejtësi, me befasi. Megjithatë edhe shikoni një mur i vendosur hermetike, skuadra kuqe në pravavi e pathyeshme. Me pak shpresa, me pak besim në manovrat e sulmuese, skuadra e Teutës kërkon të shënojë të pak një gol. Edhe nuk po arrin. Mundësia për Partizanin, e sulmon Hyseni. Gjithmonë Hyseni në vështirësi vendos mbrojtjen dhe portierin e skuadrës së Teutës. Minuta 95 ka nisur në stadiumin e Vorës, ndërkohë që Xhaf Kollaj shfaqet nervoz me këtë ndërhyrje, por të kota janë. Ndërkohë që edhe gjyqtari duke parë rrostan, duke parë ndërprerjet, mund i jap fund lirisht i qetë, sepse gjithçka është e përfunduar me Partizanin që pas pak zyrtarisht pra do të shpallet dhe fituesi i Kupës së Shqipërisë, një trofe shumë i rëndësishëm dhe super i merituar. Të gjithë kërkojnë topin, ka hapësira, Teuta ndihet
e lodhur dhe tashmë e shpërqendruar. Por Zadeja ka një tjetër mendim, të ruaj me qëtësi, të dalë me qëtësi dhe të provojmë në këtë mënyrë. Gibo është edhe Çupi në fushën e lojës, sa po futur pra. Griti Çupi ka marrë vendin e Qoktit, autorit të 2 golave. Themi lojtari i ndeshjes me plot merit Nebi Qokti. Ka dërsitur shumë, sakrifikuar shumë në fazën ofensive, por në defensive duke ndihmuar skuadrën. Por le shkojmë të shpërthim të Arifit, gjithmonë Arifi provon zonën, kjo goditje që shkon jashtë, madje është devijuar në goditje këndi. E ka larguar Nela, Rinaldo Nela, në momentin e fundit teksa sulmuesi i skuadrës të Teutës ishte shumë pranë vijës fatale. Megjithatë, ky mund të jetë edhe aksioni i fundit për skuadrën e Teutës për të shënuar të paktën një gol deri. Minuta e 97, goditje këndi 0-3, 2 gola Qokti dhe një gol Banushi pra, një super gol Banushi. Vjen goditje këndit. Tentativat pra, të pashpresa në farë mënyrë, sepse Partizani nuk i mungon, skuadra Kuqe nuk i mungon le të themi mobilizimi, edhe pse me 3 gola në avantazh, skuadra Kuqe tregon një dëshirë të madhe për të fituar, për të luftuar në çdo problem të fushës, për çdo top. Dhe kjo është një meritë e madhe e trajnerit Fatio Mahmedi, stafit teknik dhe gjithë atyre që mbështesin, sepse kanë krijuar vërtet një frym grupi, një skuadër që ka marrë atë që meritonte, pra fal kësaj këmbgulje dëshire. Ka fituar 2 trofe në një sezon për të mbajtur mend gjatë 2025-2026. Akademia Partizani në krye skuadrën e veçantë është fituesi i Kupës së Shqipërisë. Përgozime dhe urime të gjithë djemve, trajneri Fatio Mahmedi, asistentit të Bekteshi, gjithashtu dhe trajneri Porteve Ristani, lojtarëve në fushë, të gjithë atyre që kanë kontribuar në këtë sezon fantastik. Një përshëndetje për zemër të gjithë atyre që kanë mbështetur edhe nga jashtë fushë. Skuadrën e 9 vjeçarëve me të gjitha forcat dhe ne si Partizani që kemi munduar jashtëzakonisht të mbulojmë dhe të japim maksimumin ton në mbështetje kësaj skuadre që vërtet na ka dhënë shumë emocione dhe kënaqësi, dhe shpresoj që kjo festë të zgjatet më shumë, të përgatitur më fort për të shijuar edhe një Partizan në Kupat e Europës, pra në Champions League-ën, që ka kohë, patjetër ka shumë kohë deri atëherë, sepse do duhet të kalojnë të paktën 3 muaj për të mësuar kundërshtarin e radhës në Champions League. Kjo është festa e Kuqe në dëshpërim dursakët, të cilët kanë luftuar shumë, por kanë gjetur përballë një Partizan shumë të motivuar, shumë të jetur për sukses, për fitore. Një skuadër Kuqe që tashmë feston në këtë mënyrë, duke përshëndetur njërin për lojtarëve. Është Qamili, cili respektohet në këtë mënyrë. Edhe pse e braktisi fushën lojës shumë herët, por jo për fajtë e tij në farë mënyrë, sepse në futboll nuk mund të kishte të tilla gjykime veprime të njëhershme kur një lojtar e ka marrë kartën e kuqe. E kalojmë në teja të episod, jo pse kemi arritur këtë sukses, por sepse tashmë është bërë rrugës, edhe jemi mësuar në këtë sezon të gjatë të stërmunduar me Partizanin në të gjitha grup moshat tek skuadra parë, të diskriminuar në një farë mënyrë. Ky është një sezon që duhet patjetër të reflektojnë të gjithë, nga trupa gjykuese, lojtarët, prindërit, drejtuesit, që të shmangin episodi shëmtuar në futboll, sidomos në futbollin e moshave, aty ku pasioni, dëshira, lufta sportive është shumë e madhe, dhe ja ku jemi pra me skuadrën e Kuqe që feston në mesin e fushës, në pritje të trofeut, në pritje të medaljeve, një moment historik për futbollin e moshave në Akademinë Partizani.
edhe gjithçka ishte korrekte. Me shpresën që kjo do jetë një kopertin, një mesazh i qartë për të gjithë futbollin shqiptar të moshave, sepse për të habitur, por ka dhënë më shumë episode të shëmtuara se sa kategoritë rajonale, aty ku e mirëkuptojmë edhe nëse ndodhin dhunë apo problemet e tilla, por këtu le të shikojmë tashmë medaljet duke filluar nga numri 46 Erad Renga, golshënuesi i kampionatit, golshënuesi i Kupës së Shqipërisë, kapiteni i kësaj grup moshe, i ndjerkur më pas nga Rinaldo Nela, mbrojtës qendër, i rikthyer sërish për të fituar këtë trofe të munguar, të humbur në sezonin e kaluar. Zadeja, Darius Zadeja, Muri dhe Bisha, që nda quajmë në këtë mënyrë, portieri gardiani i skuadrës kuqe. Dervishi, Murselo Dervishi, ndërkohë që regjia shpresoj të na fokusohet, vijojnë tek lojtarët e Dervishi me shumë personalitet në qendër mbrojtës. Vijojmë me Nate Banushi, një super gol që hapi sfidën, por jo vetëm, ka qenë vërtet konstant në të gjitha ndeshjet, duke qenë vërtet një nga lojtarët më të mirë në fushë të Partizanit këtij sezoni. Fatkeqësisht regjia e ka humbur fokusin. Vijojmë me Dion Vatën, 16 vjeçar, më saktë sapo e ka mbushur 17 vjeçar. Ndërkohë që vijojmë me të tjerët me radhë, teksa pas Vatës është Fabio Hyseni. Pak minuta për të, por ka mjaftuar për të dërguar një asis në detaj. Gridi Çupi, mbasi nga sezonet më të mira, por Gridi gjithmonë ka shfaqur gatishmërinë për të ndihmuar skuadrën dhe meriton plotësisht të medalje. Ndërkohë që rame ka Arapi, Wesi Arapi, lider absolutisht në qendrën mbrojtjes, por kudo i ndodhur numri 5 Gjaku Kuq. Afrohet Mali. Edhe për Malin, medalje nuk ka marrë shumë minuta, por dhe ky ka shprehur gjithmonë gatishmërinë për të kontribuar në ato minuta që ka marrë. Afrohet portieri Erno Mustafa, absolutisht për shumë sezonesh në gjendje familjes kuqe, gjithmonë duke pritur momentin, shansi duhet. Tashmë është Krashi, numri 30, i cili ka bërë një paraqitje mirë më shumë tek skuadra 7 vjeçar, megjithatë ka moshën për të bërë gati dhe për të përgatitur. Lamine meriton dhe një medalje. Lamine ka qenë vërtet interesant në ato paraqitje që ka bërë. Ofrohet numri 22. Çeça pra, gjithashtu të për Çeçën, një medalje, pjesë konstante. Johnny Shega, gjithashtu Shega nderohet dhe shijon këtë moment të rëndësishëm me fanellën kuqe. Gibo, padyshim dhe Gibo ishte decisiv dhe te goli i tretë. Afrohet dhe numri 21, autori i, me të themi, lojtari me më shumë eksperiencë, por që sot kishte shanse më të mirë për shënuar, megjithatë nuk arriti, por pak rëndësi ka, ai ndihmoi shumë skuadrën. Ornes Nela ka shënuar golin e rëndësishëm ndaj të parin, ndaj Skënderbeut në këtë kompeticion, ndërkohë që pak fjalë, por shumë mjafton të themi emrin, pra Nebi Qokthi. Nuk kemi çfarë të shtojmë Nebi Qokthit, pasi të gjithë e njohin, e di shumë mirë Nebi Qoktin. Dhe gjithashtu Sario Abdu, mund ta quajmë plot gojë një Vinicius i arshëm i Partizanit. Trajneri Fatio Mahmeti, përshëndetje, keni përshëndetur edhe gjatë fundit të festës. Është ai që ka bërë një skuadër që të funksionojë në këtë mënyrë dhe të arrijë brenda pak. Bëhet gati dhe drejtori i akademisë Genci Tomori, asistenti Ardi Bekteshi, është dhe Florian Ristani, gjithashtu dhe mjeku i skuadrës Zuna. Ndërkohë që afrohet kapiteni i Partizanit Ersi Qamili. Ersi do të bëhet gati të ndez festën e kuqe. Por le të shikojmë se çfarë ka përgatitur Partizani, sepse vërtet një moment ku të gjithë presin me padurim të trofe të ngrihet në qiell për herë të dytë. Një trofe shumë i rëndësishëm, shumë i merituar nga Partizani. Urimet çuna, urimet trajner, urimet drejtorit të akademisë, urimet të gjithë që kanë shtetur këtë skuadër. Partizani fitues i Kupës së Shqipërisë. Edhe unë i le në festën e kuqe në stadionin Bora.